2 ditë pas atentatit të tij lirohet nga spitali Dr. Zekiria Shahini. Pulmologu i cili ishte viktime pritës ka kuruar 4 plagët e marra në trup dhe është lënë në kurim shtëpiak. Ai për televizionin 21 tha se nuk i ka borxh askujt, por nuk ndihet i sigurt derisa nuk kapet atentatori. Ju bën thirrje hetuesisë të zbardhin plotësisht rastin, i cili ka shqetësuar edhe familjen e tij. Në momentin me shëndet, falë Zotit, ndjehem mirë dhe falë personelit mjekësor që janë përkujdesur maksimum dhe në këtë moment jam mirë. A ndjeni akoma i rrezikuar? Rrezikuar ndjehem derisa nuk gjendet personit i cili i ka bërë veprën, nuk kemi konkretisht diçka që a ka personi apo është bërë diçka. Në bazë inicialeve pak a shumë mund ta dini se për kë bëhet fjala. Njiheni me person apo është porosit si dikujt tjetër? Nuk dua të flas për atë punë se ja kam lënë hetuesisë, nuk dua të merrem me atë punë se saqë themi mund të ketë mirë apo ata do ta ketë hetuesi orë të rendit që kam lënë besimin atje ose nuk ka që i hiki përgjegjësisë apo diçka se çka ka ndodhur. Mund dal se kam një borxh përgjegjësi nuk e kam para askujt, po domethënë nuk duhet hit ajo pjesë shumë se është pjesë shumë e ngjeshme që më ka shqetësuar familjen shumë tepër. Ndërkaq policia dje ka shoqëruar bashkëshortën e mjekut Zekiria Shahini, e cila sipas Ministrisë së Brendshme dyshohet se është e lidhur me plagosjen e bashkëshortit të saj pardje në Kumanov. Gjithashtu në lidhje me ngjarjen 6 persona të tjerë janë thirrur në bisedë informative në stacionin policor të Kumanovës. SPB Kumanov ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë themelore të Kumanovës ndaj të privuarës nga liria AA43 nga Tetova për shkak të bazave të dyshimit se është e lidhur me tentativën për vrasje të bashkëshortit të saj ZSH43 nga fshati Slupçan Likov. E dyshuara me procedurë të rregullt është lënë e lirë deri në procedimin e lëndës nga organet hetuese. Në lidhje me ngjarjen në shtëpinë e personit BS 50 vjeç nga Kumanova me urdhër të gjykatës është kryer kontroll. Në Arrati është akoma atentatori me inicialet LF 36 vjeç nga Gostivari, i cili dyshohet për vrasje në tentativë dhe ende është në Arrati. Gjithashtu do të ngrihet edhe një padi penale. Mjeku pulmolog Shahini po ashtu është edhe bartës i listës së AKI-s për këshilltar komunal të Likovës, por se 4 plumbat që i mori në trup kumtohet se nuk kishin për ndonjë motiv politik.